Mirëmëngjes gjithëve, ju falenderoj shumë që keni ardhur. Jemi sot këtu për të ndarë listë pagesat numër 7 dhe numër 8 dhe jam shumë e lumtur t'jap fjalën zotit ministër për të thënë dy llafe dhe për të shpërndarë listat e radhës. Faleminderit. Mira, faleminderit shumë. Shumë faleminderit gjithëve që keni ardhur. Di që disa për jush keni bërë rrugë edhe jeni munduar të vini deri këtu, e çmoj shumë sakrificën tuaj. Në fakt ajo që çmoj më shumë se sa rruga e sotme është rruga e këtyre 23 viteve, ku me shumë mundim është mundsuar pagesa e kësaj tuaj. Unë nuk jam krenar për këtë. Unë jam futur në politikë që të ndihmoj njerëzit. Nuk jam futur në politikë që t'i vë stërkëmsha njerëzit, ose të korruptohem nga njerëzit, ose t'i bllokoj njerëzit. Edhe më vjen shumë keq që 23 vitet e fundit në fakt kjo ka ndodhur. Njerëzit janë vënë stërkëmsha, u shkërkuar korrupsion dhe janë bllokuar për të kërkuar të drejtën e tyre. Kështu që kjo nuk e nderon politikën shqiptare dhe këto 23 vjet ka qenë një humbje spektakolare kohe. Sepse nëse në kohën e komunizmit njeriu e dinte që dënohej pa drejtësisht, por të paktën e dinte çfarë priste, në kohën e demokracisë priste një tjetër trajtim dhe nuk priste këtë sorrollatje të 23 viteve të fundit. Unë ju falenderoj gjithashtu për mirëkuptimin që keni treguar për ndryshimet që ne po bëjmë për ligjin e të përndjekurve. Sepse është e vetmja mënyrë se si ne mund të ecim përpara me transparencë. Me historitë e këtyre viteve, ku dosjet tuaja, si 371 dosjet që janë të kjo listë pagesë, endeshin nëpër ministri, në pritjet një bakshishi ose në pritjet të një tesëre partie, kjo kohë ka mbaruar. Dhe arsyeja pse unë insistoj që të jem vetë në takime të tilla është që të dëshmoj dhe të shoh personalisht vetë kush janë njerëzit të cilëve ne po u japim këto para. Dhe për qeverinë tonë, për mua personalisht, për Bilalin, për Ermirën, për gjithë ekipin që në fakt përfaqësojnë realisht shtresën e të përndjekurve dhe janë lindur dhe rritur në internim, por nuk e kanë përdorur internimin apo përndjekjen e tyre për të hyrë në hak shoqërisë. Përkundrazi kanë kërkuar vetëm hakun e tyre dhe të ecin përpara me merit. Ndaj dhe vlerësoj shumë që javën tjetër Parlamenti do ta votojë ligjin që kemi premtuar, sapo ka mbaruar gjithë konsultimet nëpër komisione, çka do të na mundsojë që t'i bëjmë pagesat më shpejt, sidomos grupi tuaj që është grupi më i vonuar sepse ende nuk ka marrë pagesën e parë dhe sot merr pagesën e parë. Dua t'ju them që duke filluar nga hyrja në fuqi e ligjit, pra sapo presidenti ta dekretoi që zgjat pak javë, besoj deri në fund verës, ne do të fillojmë njëherë që të shpërndajmë 16 milion dollarë të mbetur për këtë vit. Më pak se 16, 15 milionë e gjysmë, sepse 2.5 milion dollar ne i kemi shpërndar gjatë këtyre muajve për ata që nuk ka marrë asnjë këst. Sepse unë gjithmonë insistoj që ne duhet jemi një shoqëri e barabartë. Kur shikoj njerëz që krijojnë greva nga hiçi, protesta nga hiçi, që s'kan bërë burg vet, që i kanë marrë të dyja këstet dhe nuk kanë më këste tjera për të marrë, dhe kërkojnë t'i marrin këstit ndikujt që nuk e ka marrë, unë nuk jam për këtë shoqëri, sepse kjo është një shoqëri e padrejtë. Asnjë prej nesh nuk është për këtë shoqëri. Edhe në shtëpitë tona, ne sigurohemi që fëmia që nuk ka ngrënë, hajde ai, dhe jo të ushqejmë 3 vakte një fëmijë dhe të lëmë tjerët pa ngrënë. Ndaj për sa kohë që unë do të jem këtë detyrë dhe për sa kohë që do të kem një staf të mrekullueshëm që përfaqëson të përndjekur dhe vjen nga familjet e përndjekurve, ne abuzime me ligjin, duke shpërblyer disa njerëz që bëjnë pak shantazh për fitime politike, por që nuk e kanë drejtën e Zotit dhe të robit me vete, ne nuk i ulemi këtij shantazhi. Ndaj do duhet ju falenderoj shumë për durimin. Unë nuk do të jem shumë sot sepse duhet të jem momentalisht në parlament për të folur për pensionet, një tjetër reformë e rëndësishme, po e kisha shumë të rëndësishme që t'isha këtu t'ju përshëndesja, t'ju jepja dorën personalisht, të shpërndaj këstet dhe pastaj t'ju lë disa momente edhe me Bilalin edhe me Ermirën për t'ju sqaruar disa procedura tjera dhe të ligjit, edhe si do përshpejtojmë këstet e tjera, duke i dhënë prioritet njerëzve si miku im që sot është 82 vjeç edhe është këtu, dhe që ju e dini fare mirë, jeta ka të vetën, nuk do jetojmë gjithë për gjithmonë. Dhe du t'i japim prioritet atyre që janë më të moshuar dhe më vjen mirë që sot shikojmë disa të moshuar vetëm në moshë, se kështu janë si çuna të rinj. Jo, si e vjetër, ti mashallah. Të dukesh edhe unë si ty 82 vjeç do ishte lumturi e madhe shumë. Ja, se do fillojmë njëherë me shpërndarjen e pagesave, edhe të ashtu. Të falenderoj shumë. Ja dalim këtu përpara dhe fillojmë. Mirë, dosja Minire Shoqëri Beqo, me pagesën 6.150.000 lekë.
Si jeti? Si ke qenë? Faleminderit ty. Detyrën kemi bë. Sa vjeç je? 73. 73? Po. Edhe 173. Jo. Të falenderoj shumë që ka ardhur. Kjo është pagesa, është edhe çeku për në bank. Jepi dorën dhe Bilalit, edhe Ermirës. Tikzoni, shumë faleminderit që ka ardhur. Faleminderit shumë. Dosja Ruka Jakub Saraçi. Pagesa 6.760.000 lekë. Shumë faleminderit që ka ardhur. Lutem, qeveria ka bërë vetëm detyrën. Asgjë më shumë. Dosja Enver Aslan Kaloshi, 6.150.000 lekë. Dashur, falenderoj shumë që ka ardhur. Faleminderit shumë. Kjo është për ju, mos harro. Faleminderit shumë. Dosja Sabri Ramadan Pira, 5.380.000 lekë. Falenderoj shumë që ka ardhur, edhe Tikzoni. Faleminderit shumë. Dosja Preng Ndue Kola, 5.500.000 lekë. Falenderoj shumë që ka ardhur. Falenderoj dhe juve. Detyrën, asgjë. Falenderoj. Dosja Kol Jak Pali, 4.100.000 lekë. Faleminderit që ka ardhur, shumë të falja nga shtëpia. Dosja Gasper Preng Kola, 3.075.000 lekë. Shumë faleminderit që ka ardhur, Tikzoni, gjithat mirë. Dosja Filip Preng Gjormarkaj. Dora vetë. Si the jetë 82 vjeç dhe ankohesh për ti si çun i ri? 82. Vetëm kam marrë me të pa se jam, ja, për kukës jam njësë. Aj, për qafoj, faleminderit shumë që ka ardhur. Edhe shkojnë në parlament, se do shkojnë atje në parlament. Ato që janë pa punë, shkojnë atje. Pa hajde se s'po na ndjen për atë. Po para parlamentit, shkojnë e bëjnë shamat, gatrejnë. Mosha e vërtetë është sa ndihesh. Jo se na kem pasaport. Po jonë more me gatruan, more, shkojnë dera. Dosja Adem Ramadan Çupi, 3.075.000 lekë. Faleminderit shumë, duhet gjithat mirë, në Tikzoni. Dosja Erfan Jaçë Rapo. Dosja Lutfie Sullo Sadika.